është pallur një nga 10 fshatrat më të bukur të botës, Hallstatt në Austri. Jam në qendër të fshatit. Është përzgjedhur të paktën nga 7 faqe udhëtimesh. I gjithë fshati është nën këmbët e një kodre të lartë dhe buzë liçenit, ka një pamje të rrallë të liçenit. Këtu jam në zonën e kishës që është shumë virale, pra kjo është kisha e Hallstattit. Tani do mundohem t'ju tregoj se si vihet në Hallstatt duke përdorur syzet e metës, që sa i bukur e guest house atje. Ky është qendra e qytetit apo e fshatit. Sot është një nga vendet më të vizituara, madje kinezët kanë imituar një zonë të Hallstattit nga fillimi në fund dhe kanë ndërtuar gjithë sikur të jetë në Hallstatt, por e kanë ndërtuar në Kinë. Një nga 10 fshatrat më të bukur botës, do vë syzet e metës dhe ju tregoj si mund vish nga parkimi deri këtu. Ndiqeni. Kjo është pjesa e brendshme e Hallstatt, një prej 10 fshatrave më të bukur në botë. Shifeni pamjen e liçenit, çfarë mrekullie është. Edhe në këtë drejtim po vazhdoj, jam duke filmuar me syzet e metës. Jam akoma pak më larg qendrës. Është i vendosur nën një shkëmb buzë liçenit dhe dyqanet e vogla që shesin suvenire. Ja, këtu është pjesa e Belvederes, pjesa më tipike. Shif çfarë bari me çfarë pamje. Është kryevepër. Dhe këtu është pjesa e liçenit. Tash konsiderohet një nga 10 fshatrat më të bukur të botës. Sot nuk është koha aq e mirë sa duhet. Shiheni përballë çfarë shtëpie. Wow. Edhe gjitha me shtëpi druri. Është fantastike. Po shoh prap në pjesën përballë dalloni kishën. Kisha është simboli i Hallstattit. Kur e shef në foto, gjithmonë del me kishën. Banorët janë marrë gjithë jetën me peshkim. Shifeni çfarë pamje ka. Çfarë mrekullie. Vazhdoj të shoh pak. Shtëpitë janë të vendosura njëra mbi tjetrën. Duket pak si Berati, po me shtëpi druri. Mos ju aprish fotografinë këtyre personave këtu. Të gjitha në pas janë dyqane suveniresh. Dhe pjesa e restoranteve. Pjesa atje duhet jetë pjesa më interesante e qytetit, do e fshatit, po ecin këtë drejtim. Ka aq shumë turistë sa nuk gjendej vend në parkim. Edhe pjesa këtej. Po endes pak më vonë. Pra pjesa atje duhet jetë pjesa më interesante. Shihni si dalin shtëpitë. Ky është liçeni. Liçeni duket jo që pastër sa i fyshilit. Megjithatë, mund të shohësh të gjithë pamjen. Atje është fshati, thash. Fshati është më interesant, po vazhdoj të shoh çfarë del rrotullt. Shumë e bukur pjesa buzë liçenit. Vazhdoj të eci prapë në këtë drejtim. Këtu me sa duket është pjesa që merr varkat. Varkat me pedale duken interesante për ta parë.
fshatin nga përballë. Pika. $40 barka elektrike, 25 padëlli. Zona. Tani po i afrohem pjesës më kryesore të qytetit. Qytezës, se fjala qytet ndoshta s'është më e mira. Shiheni se si janë të gjitha shtëpitë me dalje në liqen. Sa i bukur që ka. Dhe i bie që për pak hyn pjesën më interesante. Kjo duhet të pjesa më interesante e zonës. Këtu fillon praktikisht. Kjo është pjesa e brendshme e Hallstadit, apo filloi shiu. Me pjesën e shtëpive të vogla. Kjo është terraca ku duhet ulesh gjithçka asnjëherë vend. Tani po shkoj drejt pjesës së kishës. Të gjitha këto shtëpia kanë dalje në liqen. Sa i bukur të borri aty. Pjesa e molit dhe turistët që vinë me anije. Këtu arrin në qendër të qytetit. Qytez, në fakt më shumë se qytet. Zona e kishës, ose i bukur që ka. Pensione edhe shtëpi të vogla, edhe muzeumi në qendër. Shkopat që janë tradicional. Është dalja në liqen. Ky është muzeu i Hallstadit. Ja dhe muzeu dhe ku i afrohen pjesës së kishës. Tani pjesa e fundit për të arritur në qendër. O sa e bukur që nga gjithë pjesa. Edhe zona këtej dhe këtu jam në qendër të Hallstadit. Një nga 10 fshatrat më të bukur në botë, i përzgjedhur zyrtarisht, me qendrën, kishën dhe liqenin. Pamja është spektakolare fare, shive çfarë mrekullie. Ky është sheshi. Ky është sheshi. Me kishën përballë dhe restorantin në këtë anë. Pas ka dhe balkonin e kishës tjetër që nga shumë interesante. Dhe përfundon me liqenin atje tutje. Dhe kisha buz liqenit. Mirë po si shëndodh zakonisht në perëndim, këtu nuk ke asnjë mundësi të gjesh vend
për të ullur qoftë dhe për një kafe. Ja këtu po e mbyll me këtë pamjen fantastike të Hallstatit.